Një nga dosjet më të bujshme të SPAK për abuzime me miliona euro fonde publike nuk e mban më në qeli ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, megjithse prokuroria e posaçme akuzon atë për korrupsion dhe vepra të tjera penale në çështjen sa SPAK, si edhe ka marrë të pandehur për koncesionin e sterilizimit. GKKO vendosi ndryshimin e masës së sigurisë në arrest në shtëpi. Me këtë vendim Beqaj do të vijojë procesin penal në masën e arrestit në shtëpi. Ish-ministri po hetohet në kuadër të çështjes sa SPAK, ku SPAK e akuzon për disa vepra penale, mes tyre korrupsion, shkelje të barazis në tendera, mashtrim dhe fshehje pasurie. Ai u arrestua në korrik të vitit 2024. Kërkesa e Beqajt bazohej në pretendimin për tejkalimin e afateve të baraburgimit, duke ju referuar një vendimi njësues që përcakton se kur gjykata e seancës paraprake kthen çështjen për hetime të mëtejshme, afati i seancës paraprake konsiderohet pjesë e afatit të hetimeve paraprake. Një ditë më parë gjykata ndryshoi masën e sigurisë edhe për të dyshuarin tjetër, Ermal Kurtulaj, i cili është pjesë e dosjes së SPAK. Mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes në prokurori. Ky bën që afatet e mëparshme të bashkohen me afatet e hetimit paraprak, ndërsa afatet e paraburgimit shuhen. Vendimin e sotëm nuk do ta apelojmë, ashtu siç nuk do ta apelojë as prokuroria. Edhe prokuroria ishte dakord për masën e sigurisë arrest në shtëpi. Tani i takon prokurorisë të marrë vendimin për ekzekutimin e vendimit të gjykatës, dhe unë pres që zoti Beqaj të shkojë në shtëpi. Zoti Beqaj ishte i lumtur që do të kthehet në shtëpi, por prej më shumë se 2 vitesh jemi sorollatur për një çështje që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Ky është një vendim i balancuar që jep mundësi prokurorisë të provojë akuzën, e cila deri më sot mbetet e paqartë. Shpresoj që prokuroria të tregohet korrekte në përmbushjen e detyrave që do t'i lërë gjykata. Afatet e paraburgimit shuhen. Kemi më shumë se 2 vite dhe ato tashmë janë tejkaluar, tha avokati i Beqajt. Përveç çështjes së sa SPAK, Ilir Beqaj u mor zyrtarisht i pandehur nga SPAK edhe për koncesionin 100 milion euro të sterilizimit. Ndaj tij fillimisht u caktua masa e sigurisë detyrim për t'u paraqitur. Ilir Beqaj u zgjodh ministër i shëndetësisë në kabinetin e parë të kryeministrit Edi Rama dhe gjatë drejtimit të tij në vitet 2013-2017 u firmosën 3 kontrata koncesionare për 10 miliona euro për shërbimet e sistemit shëndetësor. Prej vitit 2021 Beqaj drejtonte Agjencinë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, sa SPAK, post nga i cili u dërhoq në nëntor të vitit 2023. Në tetor të atij viti, ai u bë gjithashtu pjesë e grupit negociator për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Veç për aferën e sterilizimit, Beqaj është dërguar për gjykim edhe për aferën e korruptive me fondet e ndihmës nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet procedurave të pavërteta të prokurimit dhe pastrimit të parave përmes faturave fiktive, në kohën kur ai drejtonte sa SPAK.